Sot ka ndodhur diçka shumë e turpshme. QSUT-ja ka hapur donacion që qytetarët e thjesht të dërgojnë para që ata të marrin pajisjet që i mungojnë ndër vite. Tani ky mesazh shkon për të gjithë ata që nuk kanë dalë në këtë protest. T'ju vi turp që shikoni këto lajme dhe nuk reagoni. T'ju vi turp që i dini të gjitha pislishet që kjo qeveri dhe ky sistem ka bërë të shqiptarët dhe nuk reagoni. T'ju vi turp që i dini të gjitha dhe përfitoni përsëri nga shteti. T'ju vi turp, dhe ky është turpi më i madh, që QSUT-ja të hapi GoFundMe. Nuk është turp të kancelosh koncertin e një artisti që gjysma e Shqipërisë nuk e njohin fare, o kryeministër dhe o ministra propagande. Ju jeni vetëm për propaganda, asnjëherë nuk i keni dashur shqiptarët dhe asnjëherë nuk do t'i doni shqiptarët. Dhe turp për ata patronazhista e ata spiuna që ju vinë mbrapa. Por të gjithë do ta shikojnë ata, sepse do t'ju dalin nga hundët kjo padrejtësi që po i bëjnë shqiptarëve.